Mirë broma. Shumë faleminderit Valbona, shumë faleminderit gjithëve. Si fillim, po ripërsëris një shërbimet e mia. Atëherë bëj 2 lidhje të drejtë për drejta në javë. Janë ditën e martë dhe të shtunë, të dyja në orën 19. Ditën e martë flas për ciklin e hënës ose me pyetje përgjigje në vartësi të ciklit pra. Ndërkohë që ditët vetë të shtuna bëj lidhje të drejtë për drejta vetëm nga TikToku për parashikimin javor. Të gjitha videot e mia një ditë më vonë mund t'i gjeni tek kanali im YouTube-it, mund të ndiqni që atje. Ndërkohë që përveç këtyre bëj edhe parashikimin ditor. Parashikimin ditor e postoj në të gjitha platformat e mia, është shkurtër, afërsisht 1 minutë, maksimumi deri në 2 minuta. Flas për ndikimet e ditës në vazhdim, si mund ta përdorim atë ose cilat e gjëra që do të shmangin, duke qenë sa të shkurtra do t'i këshilloj të ndiqni. Ndërkohë që përveç këtyre që janë shërbimet pa pagesë, kam edhe shërbime me pagesë të cilat janë personale. Këto përfshin konsulta ku mund të bëjmë analizën e hartës tuaj. E njëjta gjë është e vlefshme edhe në analiza e lidhjes, nëse jeni në një lidhje. Kjo mund të bëhet jo vetëm në lidhje me çështje sentimentale, mund të bëhet edhe në lidhje me biznesin. Ndërkohë që për të gjithë ata që nuk e dinë orën e tyre të lindjes, duke qenë se ascendenti është i bazuar tek ora e lindjes së individit, mund të gjejmë edhe orën tuaj të lindjes dhe si rrjedhoj edhe ascendentin. Në një të gjë të vlefshme edhe në lidhje me parashikime, këto janë pjesë e shërbimeve të cilat janë me pagesë dhe janë personale. Pra të gjitha pyetjet që mund të keni, të cilat nuk gjeni dot informacione tek postimet e mia, mund të drejtoheni për të marrë këto shërbime personale. Përveç këtyre tashmë kanë filluar jap edhe mësim astrologjie, për gjithë ata që janë të interesuar, mund të drejtoheni edhe këto. Kjo hënë e plot është vërtet shumë e fuqishme, është super hënë, do të jetë shumë afër me tokën, më të them, prandaj edhe shumë e fuqishme. Përpara se të kaloj aty, dua të them një arsim fillim mënyrë se si ty këshillohesh ta ndiqni pra raditjen. Në fillim do të këshillohesh të ndiqni ndikimet e përgjithshme, duke qenë se na prekin të gjithëve ne, sepse prekin natyrën, janë shumë të rëndësishme. Do të këshilloj që të dëgjoni si fillim ato, pas kësaj të dëgjoni ascendentin tuaj dhe pas ascendentit të drejtoheni tek shenja juaj zodiaku, pra shenja juaj diellit. Okej, këtë është radhita, tani po fillojmë me njëherë tek ndikimet që do të ketë hëna plot tek shenja e Demit. Është një hënë plot vërtet shumë e fuqishme, siç e thash, sepse është shumë afër me tokën, quhet e super hënë ose super moon. Është më e madhe e këtij viti, prandaj dhe detyrimisht është edhe më e fuqishme. Ndikimet në përgjithësi ka pozitive, duke qenë se hëna kur është e vendosur tek shenja e Demit, vërtet shkëlqen më tepër, ka fuqi shumë më tepër pozitive. Jo vetëm kjo, gjatë kësaj hëne të plot do të përkoj edhe me një yll fiks i cili jep ndikime vërtet shumë pozitive. Në përgjithësi jep një begati shumë të madhe, një harmoni vërtet shumë të madhe, dhe duke qenë se gjatë kësaj hëne të plot do të kemi edhe Venusin, pra drejtuesin e hënës tek shenja e Peshorës, ku edhe ai ndjet vërtet shumë mirë këtu, dhe mbi të gjitha ndodhet edhe ky një yll fiks i cili jep përsëri begati, bilen disa raste dhe fam, do të kemi ndikime shumë të mëdha pozitive tek të gjithë. Kjo hënë plot do të jetë në datën 5 nëntor dhe do të jetë në orën 14:19 me orën e Shqipërisë. Në përgjithësi, ndikimi ose më themi tema kryesore e kësaj do të promovohet urtësia, do të shërojmë shpirtin nëpërmjet informacioneve që marrim, sepse do të bëhemi tashmë më të ditur, do të vrapojmë më tepër drejt dijes. Ky është edhe tema kryesore e hënës së re, që ishte tek shenja e Peshorës, e cila ishte një javë më përpara, ndërkohë që do të kemi edhe vazhdim ose më të them kulmimin e këtyre temave. Do të kemi edhe shërimin e trupit në këto momente, duke qenë se vazhdojmë që të jemi në ndikimet e disa këndeve pozitive. Një prej tyre që është më e rëndësishme, që kësaj hëne të plot do të jetë këndi pozitiv midis Jupiterit dhe Saturnit. Jupiteri ndodhet në këto momente tek shenja e Gafores dhe gjatë muajit nëntor do të kalojë në retrograd tek kjo shenjë. Kjo është pikërisht edhe dhurata e fundit që do të na jap pra fati, para se Jupiteri të kalojë në retrograd. Prandaj është një nga momentet më të rëndësishme për të gjithë ne. Kemi ndikimin më të rëndësishëm për sa i përket të ardhurave materiale.
Kjo është një periudhë të cilën të gjithë ne do të fokusohemi pak më tepër këtu, do të rishikojmë edhe një herë të gjitha vlerat. Vlera më e rëndësishme që do të shikohet të rishikohet më të themi në këto momente, do të jenë vlerat e femrës. Do të kemi dalë pak më tepër në sipërfaqe të një figure që ka integritet, që do të marrë një ndihmë shumë më të madhe edhe nga shoqëria. Një ndër ndikimet më të rëndësishme që do të jetë këtu, do të jetë ndihma që do t'i vi femrës nga femrat. Pra do të kemi një fillim në një fryme të re shumë herë më pozitive. Ose më të themi, kjo frymë filloi që nga hënere, do të vazhdoj edhe të kulmohet në këto momente. Pikat ku do të këshilloj që të jemi pak më të vëmendshëm, do të jetë në këto momente mund të jemi pak më të, ose më themi gjatë seanës të plotë, ndikimi do të jetë fokusimi tek gjërat të cilat na bëjnë pak fanatik, ose më themi gjërat të cilat ne mund të fiksohemi, të fokusohemi pak më tepër se çfarë është e domosdoshme ose e shëndetshme. Kjo në mënyrë që ne të perceptojmë mirë se cilat janë gjërat që na nevojiten në jetën tonë, një. E dyta është se cilat janë gjërat të cilat ne mund të përdorim me më tepër efikasitet. Kjo është një nga temat kryesore të këtij momenti. Duhet të përzgjedhim mirë, duhet të bëjmë një pastrim shumë herë më të mirë tashmë të jetës tonë dhe të mbajmë vetëm ato të cilat na bëjnë që të rritemi vazhdimisht dhe të krijojmë një mirëqenie të madhe ekonomike. Duke qenë se hëna do të jetë vendosur tek shenja e demit dhe tema kryesore e shenjës së demit është stabiliteti ekonomik, dhe ndërkohë që dielli në këto momente gjatë seanës të plotë më të themi do të jetë vendosur tek shenja e akrepit, dhe shenja e akrepit tematika kryesore është çështjes shpirtërore, dallimi midis jetës dhe vdekjes, ajo perdja që është këtu fillon dhe zbehet në mënyrë të dukshme, sepse ne dëshirojmë që të perceptojmë botën shumë më thellë. Do të mundohemi që të krijojmë një balancë midis botës sonë shpirtërore dhe asaj materiale. Në të vërtetë është një moment vërtet shumë pozitiv, siç e përmendë, kjo anë plot ka një ndikim vërtet shumë të madh pozitiv. Mënyrë se si do ta përdorim këtë në mënyrë më efikase, duke qenë se dielli është vendosur tek shenja e akrepit, detyrimisht duhet edhe të fokusohemi tek çështjet shpirtërore. Këtu, duke qenë se ne jemi shumë më të aftë për të perceptuar tashmë subkonsciencën tonë, gjithçka ka dalë në sipërfaqe. Deri në datën 5 do të kemi edhe një dalje edhe më tepër në skenë të këtyre temave. Bota jonë shpirtërore do të dalë pak më tepër sipërfaqe, do të jemi shumë më të ndjeshëm. Kjo ndjeshmëri nuk është negative, përkundrazi jemi më të ndjeshëm edhe ndaj ambientit, edhe ndaj gjërave që po ndodhin në këto momente, anjëta që është e vlefshme edhe ndaj botës tonë të brendshme. Po ashtu arrim që të perceptojmë shumë mirë se cilat janë gjërat të cilat janë të drejta ose pozitive apo të shëndetshme për të bërë, dhe cilat janë gjërat të cilat dëmtojnë shoqërinë, ambientin apo edhe ne vetë. Prandaj do ta kemi shumë më të thjeshtë që të përzgjedhim. Kemi një dëmshuri shumë të lartë në këtë moment, edhe kjo detyrimisht na bën vërtet shumë mirë, sepse do të shëroj plagët e vjetra që kanë qenë në shoqëri. Ndërkohë që për sa i përket fokusimit që kemi në këto momente tek dija që duam të zgjerojmë shumë më tepër, të marrim informacion sa më tepër që të jetë mundur, kjo do të vazhdojë deri për hënën e plotë. Pas asaj do të kemi një përzgjedhje shumë më të madhe, sepse siç e thash do të mbajmë jetën tonë vetëm gjërat që do të na nevojiten, ose që do të jenë më të domosdoshme për të ndërtuar jetën begatin që ne dëshirojmë. Një nga tematikat më të rëndësishme të kësaj hëne të plotë është se do të kemi një pastrim të plotë të gjitha gjërave që janë të panevojshme. Kjo është diçka shumë pozitive, sepse do ta kemi shumë më të thjeshtë pas kësaj që të avancojmë përpara. Një nga problemet që mund të vjetre do të jenë probleme me syt, mund të kemi dhimbje më të themi këtu, duke qenë se shironi në këtë moment është vendosur tek shenja e dashit dhe preket pikërisht zona e kokës. Gjatë kësaj periudhe kemi pasur edhe vërtet shumë sëmundje të cilat viroza e të tjerë që mund të preknin edhe kokën, pra kemi pasur dhimbje koke. Kjo gjatë kësaj hëne të plotë mund të shprehet edhe me dhimbje sysh dhe mund të kemi edhe probleme me shikimin, ose më të themi një farë mjegullimi. Është kalimtare, kjo është arsye që po e them, nuk është diçka për të shqetësuar, prandaj do t'i këshilloja që në këto momente thjesht të mos i lodhem shumë syt, pra ndoshta mos qëndrojmë shumë para televizorit, se tashmë nuk rri njeri para televizorit, por para telefonave. Kjo do të na ndihmojë më shumë në këto momente. Një ndër ndikimet më të rëndësishme që do të kemi, siç e thash, është fokusimi tek të ardhurën materiale, se do të kemi krijimin e një begatie të dukshme. Mënyra se si do të bëjmë këtë, do të jap hap pas hapi. Në radhë të parë, kjo nuk është diçka që do të ndodhi brenda ditës, është diçka që ka filluar si proces që nga fillimi i muajit shtator. Kemi
përzjedhur në mënyrë të dukshme gjithçka, kemi kuptuar dhe shumë gjëra, edhe në lidhje me shoqërinë, po ashtu dhe pozicionin që ne kemi, se si duhet të veprojmë e të tjerë, ndërkohë që kjo hënë e plot tashmë do të jetë pika e fundit ose hapi i fundit drejt kësaj. Do të kemi dalje në skenë të talenteve shpirtërore, duke që tashmë do të shikojmë çfarë më thellë, do të perceptojmë edhe nga kjo gjë. Nuk ka tashmë vetëm materie, do të futemi në një botë të re e cila duhet t'i pranoj të dyja dhe duhet të heqin të dyja krap pas krap, pra edhe ana shpirtërore edhe ana materiale. Prandaj edhe kjo hënë e plot do të thotë edhe balancimin e dukshëm të këtyre temave. Kjo është edhe ajo çfarë thash, pra që mund ta kemi pak të vështirë që të balancojmë në këtë pikë, por pasi ta kemi kryer këtë balancë, çdo individ do ta ketë shumë më të thjeshtë të ndërtoj jetën që ai meriton. Deri tek hëna e plot mund të vëmë re disa fenomene të cilat mund të bëhen pak problematike të lodhshme për të gjithë ne. Në radhë të parë, duke qenë se në këto momente edhe gjatë hënës të plot do të kemi këndin negativ midis Mërkurit dhe Uranit, kjo do thotë që informacionet që shpërndahen në këto momente nuk janë shumë të shëndetshme. Duke qenë se këto informacione mund të kenë dalë në skenë që të na drejtojnë ne vëmendje diku ku dëshirohet nga persona apo institucione të caktuara. Prandaj dhe disa fenomene që do të vijnë re është se mund të përzidhen disa persona në rolin e viktimës. Sepse do të kemi një luftë shumë të madhe edhe shpirtërore. Në mënyrë që ne ta kuptojmë mirë se cila është fuqia jonë pra shpirtërore, normalisht që do kemi një sforcim të madh në këtë pikë. Deri tek hëna e plot, kjo do të vjetër më tepër dhe do të kemi, po e them në këtë mënyrë, do të kemi tre sulme, tre lloje sulmesh, do të kemi sulmi fizik, mendor dhe atë shpirtëror. Kjo në përgjithësi do të jetë drejtuar ndaj personave, individëve të cilët janë figura publike, pra figura të njohura. Nuk mund të them që është në personat e zakonshëm, edhe pse këtu mund të ndihet, por në përgjithësi do të drejtohet drejt figurave publike në mënyrë që të tërhiqet vëmendja aty. Për sa përket sulmit mendor, mendoj që ka filluar që tani. Ndërkohë që për sa përket sulmit fizik, kjo brenda Shqipërisë nuk mendoj se do të ndodh, edhe nëse ndodh, është një probabilitet shumë i ulët, por në botë mund të ndodh drejt një individi i cili ka të bëjë me sportin. Dhe është një individ vërtet shumë i njohur, siç e thash, të gjitha këto po ndodhin, thjesht që ne të drejtojmë vëmendjen aty dhe pas kësaj do të arrijmë që të perceptojmë ne më mirë si shoqëri i gjithë, po bëhet fjalë për të gjithë botën, edhe pse Shqipëria mund të preket pak më tepër, se cila është rruga e drejtë, se ku duhet të reagojmë tashmë. Duke qenë se kemi pas një periudhë shumë të gjatë që mund të kemi qenë vërtet shumë pasiv, tashmë do të futem në një periudhë ku do të jemi shumë më tepër proaktiv. Do të duam edhe ne që të marrim pjesë në të gjitha tematikat sociale. Kjo si fillim do të vijë si rrjedhoj e një lufte të madhe shpirtërore, siç e përmenda. Ajo çfarë do të përfitojmë nga kjo është një fuqizim i dukshëm i elementit femëror. Kjo është një nga temat kryesore të hënës së re, që është tek shenja e peshorës, duke qenë se do të kishim balancimin dhe daljen në skenë të elementit femëror, fuqizimin e saj. Kjo hënë e plot do të ndikojë përsëri tek e njëjta temë. Bile do ta kemi edhe më tepër në skenë, duke qenë se në këto momente do të kemi edhe ndihmën e femrave që do të vinë pikërisht nga femrat e tjera. Këtu përsa përket vendeve të punës, do të kemi një rritje shumë të madhe të personave të cilët, ose më them të femrave, që do të bëhen eksperte në fushat e tyre. Kemi filluar ta ndjejmë këtë, ose më them kemi filluar ta vëmë re këtë, por do ta vëmë re edhe më tepër, do të ndihet edhe më tepër gjatë vitit në vazhdim, ndërkohë që këto janë pikërisht momentet e para ku do të hidhen hapa shumë të rëndësishëm. Do të perceptohet shumë mirë se cilat janë alatët tanë të vërtet. Në qoftë se deri në këto momente për shembull kemi pasur një lëkundje të dukshme ose sulme të ndryshme ndaj femrës në shoqëri, që tani tutje kjo do të ndryshojë, sepse siç e thash do të kemi edhe ndihmë. Femrat do të fillojnë të mbështesin njëri tjetrin. E thash shumë shpesh, për ishte diçka që më pëlqeu. Tani do të flas pak si do të ndikohet ana jo shëndetësore. Ishte një ndikim vërtet i rëndësishëm dhe në përgjithësi kemi ndikime shumë të mëdha pozitive. Do të qenë se
Do të kemi pak a shumë vazhdimin e tematikave që kanë filluar që nga hëna e plot, që ishte tek shenja e dashit. Pra, mund të vazhdojmë që të kemi dhimbje koke, e përmendaj edhe në fillim, kjo mund të përkthej edhe në dhimbje tek syt, pile dhe probleme me syt, me shikimin. Do të kemi vazhdimin e problemeve që kanë të bëjnë me sëmundje që përhapen në rrugët seksuale, edhe kjo është vazhdimi i saj për të mbyllur përfundimisht. Ju lutem në këtë pikë të këshilloja të gjithëve që të shkoni të bëni testimet, pra analizat e nevojshme. Vazhdojmë që të jemi në periudhën tetorit roz. Është një periudhë shumë efikase për të kuptuar se ku qëndron problemi vërtet tek shëndeti jon fizik, në mënyrë që të zgjidhim këto probleme një herë mirë. Jemi në një periudhë ku të gjitha problemet mund të zmadhohen dhe detyrimisht mund të na friksoj pak, por në qoftë se marrim masa ose shkojmë te doktori në këto momente, kemi zgjidhje përfundimtare. Është një periudhë shumë pozitive për këtë, sepse do të kemi shërim pothuajse të plotë të këtyre tematikave. Ndërkohë që për sa i përket shëndetit mendor, kjo është një temë e cila do të jetë pak më e prekur dhe mund të jetë pak më e vështirë për të të kaluar. Duke qenë se do të kemi vazhdimisht sulme të vështira, më duhet të them, nga persona të ndryshëm, nga ana shpirtërore, sidomos nga persona të cilët tani sapo zbulojnë fuqitë e tyre shpirtërore. Çfarë do të them me këtë? Duke qenë se ne jemi individ të cilët kemi edhe anën tonë shpirtërore, po kemi një periudhë shumë të gjatë, disa shekullore, po mundohemi vetëm në anën materiale. Ka shumë persona të cilët nuk janë në ndjenjë të anës së tyre shpirtërore, dhe në momentin e parë që mund të zbulojnë këtë fuqi të tyre, mund të fillojmë që të kemi edhe sulme të ndryshme, sepse jo të gjithë janë të përgatitur për t'i përdorur ato në mënyrë të shëndetshme apo në të mirën e shoqërisë. Prandaj dhe në këtë pikë, detyrimisht të gjithë atyre që ndjejnë sulme të tilla do t'i këshilloja që në këtë rast kemi nevojë shumë të madhe që të jemi të gëzuar. Për fat të mirë, kjo hënë e plot gjatë kësaj periudhe ose më gjatë hënës e plot, elementet do të jenë të balancuar, pra do të kemi shumë më të thjeshtë që ta bëjmë këtë. Në qoftë se meditojmë, në qoftë se qëndrojmë më tepër në natyrë, e kemi shumë më të thjeshtë që të gjitha këto energji që ndoshta po i ndjejmë, ti të i kalojmë më thjesht. Është një hënë e plot në të cilin do të këshilloja patjetër të manifestonim. Në këtë rast të manifestonim anën materiale. Për të gjithë ata që kanë pasur probleme, që nuk kanë mundur që të krijojnë atë mirëqenien ekonomike që deri në këtë momente kanë dëshiruar ose normale që ju nevojitet, kjo hënë e plot është vërtet shumë efikase për këtë. Siç ishte edhe herën e kaluar, do t'i këshilloj që të fillonit këtë si ritual të paktën 24 orë përpara. Orën e hënës së plot e thash, por përsëris është në orën 14 e 19 të ditës së mërkur, pra në datën 5 nëntor. Në qoftë se filloni që ditën e martë të keni, do të jetë edhe më efikase. Mënyra se si mund të bëni këto rituale, keni shumë mënyra në internet. Në qoftë se dëshironi, mjafton të më shkruani, mund të përzgjedh edhe unë disa, duke qenë se në Turqi ekzistonin shumë rituale të tilla, mund të përkthej dhe t'i postoj disa. Ndërkohë që për sa i përket të ardhurave materiale dhe për zhvillimin e tyre, rritjen e mirëqenies, kjo do të vi pak a shumë gradualisht, do të kemi një rritje të mirëqenies së ekonomisë, më të themi, në shoqëri, në përgjithësi, prandaj edhe kjo do të përkthej edhe në rritjen e ekonomisë së individit. Mund të kemi edhe probleme në lidhje me shëndetin, në qoftë se nuk jemi të kujdesshëm në këto momente, problemet mund të zmadhen dhe më tepër, sidomos ata të cilët kanë dhimbje koke shumë të fuqishme dhe që i kanë kronike, duke qenë se këto do zmadhen dhe më tepër dhe mund të kemi një disbalancim të dukshëm hormonal, do të këshilloj që të shkonim patjetër te doktori. Për sa i përket temperaturave, jemi futur në një periudhë ku temperaturat janë shumë të luhatura, por do të vazhdojmë që të kemi temperatura shumë të larta dhe reshëshiu të vazhdueshme. Një lloj siç ishte edhe tek hëna e re, do të vazhdojmë që të kemi mjegull në zona të larta, por kjo nuk është problematike në qoftë se marrim masa. Ndikimi më i madh pozitiv që do të vi në çështjet e teknologjisë. Duke qenë se teknologjia dhe mjekësia në këtë moment kanë filluar që të ecin krah pas krahu, ne ndoshta nuk e ndjejmë në këto momente, por shumë shpejt do të fillojmë që ta ndjejmë, sepse në të vërtetë teknologjia në lidhje me mjekësinë ka evoluar vërtet shumë, dhe nga kjo hënë e plot, kjo do të materializohet edhe më tepër. Do të kemi një fokusim shumë më të madh tek përdorimi të vibracioneve në shërimin fizik, duke qenë se mjekësia alternative dhe ajo tradicionale do të fillojnë që të funksionojnë të dyja së bashku.
do të kemi një riperceptim të dukshëm, të komplet, në mënyrë se se edhe e zbatojmë mjekësinë, por edhe se si e perceptojmë atë. Duke qenë se edhe ana shpirtërore tashmë do të fillojë që të merret në konsiderat edhe kur bën konsulta për anën materiale, pra nëse kemi probleme fizike. Kjo është diçka, është një hap që ka kohë që ka filluar që të hidhet, por tashmë do ta kuptojmë, do të materializohet pra. Është një moment historik, është vetëm moment historik dhe shumë pozitiv. Gjatë kësaj hane të plot, një ndër vendosjet më të fuqishme do të jetë edhe vendosja e Venusit, e përmenda, është e vendosur në një fix i cili jep një fuqizim të dukshëm, një balancim të dukshëm, si në shoqëri, po ashtu dhe brenda nesh, duke qenë se do të balancoj edhe anën tonë femërore me atë mashkullore. Ndërkohë që deri në këto momente, nga ky disbalancim, është krijuar një shoqëri e cila ka qenë shumë toksike, fal këtij balancimi, do të krijohet një shoqëri e cila mbështet shumë njëri tjetrin dhe ne vetë si individ do të ndihemi shumë herë më mirë. Kjo ka rëndësi. Prandaj edhe për këtë arsye nuk do të ndihemi të nevojshme që të sulmojmë shumë njëri tjetrin. Lufta shpirtërore që përmenda pak përpara do të bëhet nga grupe të caktuara drejt grupeve të caktuara ose nga persona që tani po kuptojnë fuqinë e tyre. Gjithsesi, është diçka që do mund të kalojë vërtet shumë thjesht në qoftë se jemi të vetëdijshëm. Sepse siç e përmenda, kemi mbështetjen e disa nga planeteve. Më e rëndësishme për tyre do të jetë Jupiteri, që e përmenda dhe ata, ndërkohë që tjetri është Saturni. Saturni në këtë moment është vendosur tek shenja e peshqve, që do të thotë edhe botën e brendshme subkonsciencë jonë, marrëdhëniet që kemi me njëri tjetrin është vërtet e shëndetshme sepse na ndihmon që të krijojmë grupin të shëndetshëm. Pra nuk e kalojmë asnjë gjë. Dhe detyrimisht kjo do të ndikojë edhe në mënyrë pozitive në të gjitha marrëdhëniet që ne kemi me njëri tjetrin. Një pikë që do të këshilloj që të jemi pakës më të kujdes ose më të them që ndoshta do të na duhet që të marrim masa, do të jetë në lidhje me mbytyet, duke qenë se në këtë moment mund të kemi shumë shira. Të gjithë ata që kanë probleme, që jetojnë në zona që kanë probleme në lidhje me këtë temë, do të shemi përsëri ditën e shtunë për lidhjen e drejtpërdrejt në lidhje me javën. Është një pyetje te TikTok-u që ma kanë bërë. Nuk e di se kush është sepse është nickname, nuk është emri vërtet. Po të pash zotin, as ke halle probleme, ti që rri ka qeshet. Por të vërtetë nuk është se më ndikojnë dhe nuk është arsye që jam ka qeshet nëse kam halle dhe probleme. Hallet dhe problemet janë kalimtare. Nuk ja vlen asnjë gjë për të prishur qefin, domethënë, vetëm në këtë mënyrë. Gjithçka është kalimtare. Janë iluzione vërtet, po, në fakt vërtet ashtu është, janë iluzione. Jeta komplet, ose më thënë bota, është një iluzion, është një vend që ne kemi ardhur për të marrë eksperienca të caktuara. E rëndësishme është që ta shijojmë jetën që jetojmë, të marrim eksperiencë që na nevojtojnë, pjesën tjetër mund ta shijojmë pra. Unë e perceptoj pak a shumë si një vend që kam vëtur nga puna, sikur më kanë dërguar në një konferencë për shembull jashtë shtetit. Dëgjoj konferencën dhe pastaj pjesën tim, tjetër të kohës është e imja, mund ta argëtohem, të shëtis, të bëj e të tjerë. Kjo është mënyra se si perceptoj jetën, prandaj edhe nuk është se lejoj shumë që të më prishet morali nga gjërat e caktuara. Faleminderit shumë edhe juve. Okej, pra, natën e mirë.